Festa e Grurit, një festë tradicionale myzeqare, këtë vit ka festuar edicionin e 7 të saj. Aktiviteti është zhvilluar pas ditën e së premtes në Pojan të Fierit, në afërsitë të Parkut Arkeologjik të Apollonisë. Kjo festë ka një domethënie të veçantë, ka pohuar drejtoresha e artit dhe kulturës pranë Fier, Diana Mile, pasi nuk është thjesht festa e stinës e të korave, por një urë mes të kaluarës dhe të tashmes, një urë mes brezash dhe një trashëgimni mijëvjeçare. Sot është zhvilluar për të 7 vit të radhës si festa e Grurit, një festë tradicionale e cila vjen si një frymëzim i një tradite mijëvjeçare nga antikiteti dhe zhvilluar pas viti. Festa e Grurit sjell një traditë kulturore dhe bujqësore të promovimit të prodhimit vendas, të kulinarisë që i dedikohet festës së Grurit, por edhe traditës muzikore, folklorike. Sot në këtë festë kanë ardhur shumë panajiri shëndërtuar me fermerët e zonës, kryesisht, të cilët për herë të parë kanë sjell kultivarët vendas të Grurit, është panajiri i Bukës, njëkohësisht edhe pjesa tjetër është pjesa e koncertit festiv. Banor të zonës, të ftuar, fermer, vizitor vendas e të huaj ju bashkuan gëzimit të festës të kthyer në traditë. Nënkryetari i furave të Bukës dhe pastiqerive, Petro Kulas, ka pohuar se prodhimi i Grurit këtë vit jo vetëm që është shumë i pakët, por ka probleme edhe me cilësinë, sepse i mungon shërbimi, ndaj fermerët duhen ndihmuar nga shteti në mënyrë që të gjitha furat e vendit të bazohen tek prodhimi vendas. Gëzuar festën e Grurit. Gëzuar dhe i ham gëzuar prodhimin e ri që kanë nxjerrë fermerët tonë shqiptarë. Por fermerët kanë nevojë dhe për ndihmë nga shteti, për farën, për vlerat kimike, që ata ta nxjerrin me kosto sa më të ulët të Grurit, se kosto atyre del goxha e lartë dhe ata nuk kanë mundësi që ta nxjerrin vend të re. Ndërsa për kryebashkiakun Armando Subashi, kjo festë e edicionit të 7 ka marrë për masa kombëtare. Një mbrëmje fantastike sot këtu në Pojan, është viti i 7 që ne si bashki organizojmë këtë festë fantastike me rastin e Bukës së Re. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur sot, pjesëmarrja e njerëzve tregon vetë për këtë festë fantastike që tashmë ka marrë për masa kombëtare. Ne si bashki edhe këtë vit kemi bërë përpjekjet maksimale për ta mbajtur gjallë, për ta zhvilluar dhe për ta përsosur më shumë këtë festë. Ndaj unë falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë bizneset, të gjithë fermerët që janë bërë pjesëmarrës të kësaj feste fantastike. Festa u harmonizua me ekspozitën e gatimeve tradicionale, me panairin me prodhime të Grurit të ri, me paradën e mjeteve të mekanikës bujqësore dhe muzikës.